Një incident i rëndë ka ndodhur pranë portit të Vlorës në një anije peshkimi. Një marinar me shtetësi egjiptiane ka pësuar dëmtime të rënda në dorë gjatë punës. Sipas burimeve të para, marinari po punonte me një mjet prerës fleksibël kur ka dëmtuar dorën duke pësuar lëndime serioze. Në vend ngjarje është nisur menjëherë një mjet i policisë kufitare për të transportuar të dëmtuarin drejt portit të Vlorës. Ai është dërguar urgjentisht në Spitalin Rajonal të Vlorës për të marrë ndihmë mjekësore. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.